Të nderuar qytetarë, të nderuar familja komandant plakut, të nderuar pranishëm, të nderuar veteranë të Ushtrisë së Kosovës, invalid, dëshmorë të kombit, nesër si organizati veteranëve të lutës kem derin që do t'i ndajmë një dekorat dhe 1.000 euro për komandant plakut. Kështu që kisha ftu familjen e tina, nëse është prezent për mi morë dekoratat. Ne komandant plakun se kem ndëru, po aje ka ndëru vetën, puna dhe vepra tina na ka ndëru neve. Ne vetëm jemi në rrugën e tina dhe dhosh Zoti që mos largohen për rrugësinat të cilën ka trazu komandant plaku me gjithë shokët e vet. Dhe ku sot Kosova është e lirë dhe shpresojmë që atë rrugë ta vazhdojmë ne. Faleminderit juve.